Policia ka vënë në pranga 67 vjeçarin Rushan Selko që abuzoi me një 12 vjeçare në Pogradec duke e lënë atë shtatzën. 12 vjeçaria ka kallëzuar se në muajin gusht 2025 Rushan Selko ka kryer marrëdhënie seksuale pa dëshirën e saj në banesën e tij. Denoncimi është bërë në prani të prindërve të saj, psikologut dhe prokurorit, ndërsa e mitura ka deklaruar gjithashtu se është 22 javëshe shtatzën. E terrorizuar fillimisht, e mitura nuk u ka treguar prindërve të saj për ngjarjen, pasi Selko e ka kërcënuar vazhdimisht me jetë nëse ajo tregonte. 12 vjeçaria tha para prokurorit se 67 vjeçari Rushan Selko e lidhi në banesën e tij. Kanë qenë prindrit e vajzës, të cilët e kanë çuar për vizitë, pasi ajo po shtonte peshë në mënyrë të pakuptimit, për të zbuluar më pas nga mjekët se ishte shtatzën 4 muajshe. Familjarët e të miturës jashtë kamerave janë shprehur se me autorin e dyshuar kishin shumë miqësi dhe rrinin shpesh në shtëpitë e njëri tjetrit, ndaj nuk kanë patur dyshime që kjo mund të ndodhte. 67 vjeçari është baba i 4 fëmijëve, si dhe është dhe gjysh, ndërsa e mitura tashmë ndodhet nën kujdesin e prindërve dhe psikologëve. Policia bën me dije se hetimet po vijojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa për shkak të ndjeshmërisë së çështjes dhe për mbrojtjen e të miturës nuk do të jepen detaje të tjera.